Të nderuar gazetarë, ju falenderoj shumë që jeni përgjigjur pozitivisht pjesës sonë për këtë konferencë të sotme në Shtyp. Në mbledhjen e 9 të Këshillit të Përgjithshëm organit më të lartë të lëvizjes së vendosjes që u mbajt ditën që shkoi, pra bardhje, lëvizja vetëvendosje ka miratuar bashkimin e lëvizjes popullore të Kosovës në lëvizjen vetëvendosje. Vendimi është rezultati i disa takimeve e bisedave që kemi pasur me përfaqësues të LPK-s në muajin e fundit. Në këto takime kemi diskutuar situatën politike në vend, problemet socio-ekonomike dhe nevojën urgjente për ndryshime rrëndësore të kursit politik të Kosovës. Ne tash do ta krijojmë edhe një komision të përkohshëm të përbërë nga përfaqësues të dy subjekteve, i cili do të merret me bashkimin e anëtarësisë dhe strukturave të lëvizjes popullore të Kosovës brenda atyre të lëvizjes vendosje në përputhje me statutin e lëvizjes vendosje. LPK-ja, siç e dini të gjithë, ka nisur si bashkim i organizatave drejt bashkimit kombëtar. Vitin 1992 shënon këtë bashkim, i cili dha hop të madh lëvizjeve të ndryshme politike e shoqërore të asaj kohe dhe popullit tonë në përgjithësi. Pikërisht për këtë arsye, LPK-ja është subjekti që është goditur mizërisht e masivisht nga Serbia. Dhe të gjitha këto goditje kanë qenë të njëpasnjëshme e të pashembullta për çfarë do organizojmë tjetër në kohën tonë e në historinë tonë më të re. Pikërisht për këtë arsye, pra, LPK-ja gjatë këtyre goditjeve të njëpasnjëshme u ka mbijetuar vetëm dhe vetëm për shkak se ishte lëvizje e jo parti. Ato goditje ishin në formë të valve në vitet 81, 82, 84, 88, 93, 97 e 98. As ne sot, por as bretat e ashëm, jo vetëm që nuk mund t'i shpjegojmë, por as nuk mund t'i kuptojmë tri luftrat qërimtare të ushtrive shqiptare në Kosovë, Maqedoni dhe në Preshevë në Begje Bujanos. Ta LPK-n, e cila si lëvizje popullore e Kosovës e bashkoi popullin për çlirimin e tij. UÇK-ja pra në Kosovë, UÇK-ja në Maqedoni dhe UÇPMB-ja nuk mund të kuptohen e nuk mund të shpjegohen pa e kuptuar dhe pa e konsideruar LPK. Emri LPK shënon simbolin e përpjekjeve dhe sakrificave të popullit tonë për liri e barazi, për drejtësi e bashkim kombëtar. Të nderuar gazetar, Kosova sot është në gjendje shumë të rëndë dhe gjithë si në aspektin politik e institucional, po ashtu edhe në aspektin ekonomik e social. Republika e 2 korrikut 1990 ishte Republikë për Rezistencë. Republika e 17 shkurtit 2008 doli të jetë Republikë për shitje. Kështu, nga një republikë e okupuar për jashtë, kemi kaluar në një republikë të uzurpuar nga brenda. Ne kemi nevojë për një republikë të tretë, e cila është e barabartë me të tjerët dhe ka barazi për brenda, që karakterizohet me liri të republikës dhe me liri në republikë. Lëvizja vetëvendosje e ka alternativën e saj qeverisëse, realizimi i së cilës do të sillte pikërisht republikën e tretë. Kjo alternativë qeverisëse në mënyrë organike i ndërlidh shtetin e së drejtës, shtetin zhvillimor dhe shtetin social. Si shtet të së drejtës për shoqërinë e për bashkimin kombëtar, si shtet zhvillimor për prodhim që sjell punësim e mirëqenie, dhe si shtet social për barazi për të gjithë e secili. Ky është synimi ynë i përbashkët për të cilin po bashkohemi që të forcohemi. Ju falenderit e tash po ja kaloj fjalën përfaqësuesit të lëvizjes popullore të Kosovës, zotë Zek. Të nderuar pjesëmarrës. Historia e gjatë dhe e lavdishme e politikës së LPK-s njihet nga të gjithë ne. Përpjekjet shumëvjeçare për çlirimin e Kosovës, bashkimi në një emër i qindra patriotëve, puna dhe përkushtimi i tyre nuk mund të bijë në harresë. Sot, duke parë ndjekur me shqetësim të madh të gjitha zhvillimet politike shoqërore në vend, LPK-ja vendos bashkimin me lëvizjen vetëvendosje, duke parë atë si forcën që sot mban në lëvizje politike në Kosovë. Bashkëpunimi i LPK-s me lëvizjen vetëvendosje është i kamatshëm në aktivitete të ndryshme, duke vlerësuar atë për guximin në rrugën e trasimit të çështjes kombëtare. Në
përvojën shumëvjeçare të LPK-s, kapacitetin intelektual dhe vullnetin për të punuar në shërbim të vendit, me frymën e re, këmbguljet dhe punën intensive të lëvizjes vetëvendosje, të dy forcave, synojmë që në zgjedhjet e ardhshme të ndryshojmë rrjedhën politike, ekonomike, shoqërore në të mirë të popullit shqiptar. Çështja pas zgjidhjeve shqiptare në Jugosllavi vazhdimisht ka prodhuar grupe organizata që në shumicën e kohës kanë veshtuar ose në ilegalitet ose jashtë vendit, të cilat në një moment të caktuar u konsoliduan në lëvizjen popullore të Kosovës. Angazhimi të gjithë veprimtarëve për realizimin e të drejtës për vetëvendosje kulmoi me luftën e UÇK-s, bashkë të cilës ishte lëvizja popullore e Kosovës. Mirë po, zhvillimet politike që nga pas lufta deri më sot dëshmojnë një degradim, duke u shfaqur zgjatime të përçudnuara të krahut të luftës që organizoheshin si parti politike dhe duke devijuar nga qëllimi. Prandaj është e domosdoshme bashkimi të gjithë atyre që kanë si qëllim të përbashkët realizimin e vetëvendosjes. Bashkimi i lëvizjeve është mundësi e takimit të brezave të veprimtarëve, përvojës, diturisë dhe aktivizmit politik për të njëjtën kauzë. Kjo hap rrugë për realizimin e qëllimit që shqiptarët për më shumë se një shekull aspirojnë dhe na bindin se vetëm bashkë është e mundshme. Kjo është një kalë. Vetëm shkurtimisht për të shtuar ju të nderuar gazetar, po e shihni se në çfarë gjendje ka ardhur Kosova. Kjo gjendje e rëndë sociale dhe ekonomike, ku po na ikin njerëz pothuajse për çdo ditë drejt, siç po e shihni tash, burgjeve të Hungarisë, Francës dhe shteteve të tjera. Dhe po ashtu duke marrë parasysh këtë shkatrimin edhe politik që po i bëhet shtetit Kosovës, është e domosdoshme që përmes këtij bashkimi të sotshëm në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizjes popullore të Kosovës, ta bëjmë edhe një herë në një thirrje të gjitha organizatave politike shoqërore që është momenti i fundit që të bashkohemi në një front për ta ndalë të keqen në Kosovë dhe për t'i quar deri në fund aspiratat e gjitha brezave para neve, sepse këtë ja u kemi bërë të gjitha atyre që e keni thënë që edhe kam bërë sakrificën më të madhe për që sot ne ta gëzojmë këtë shtet Kosovës, por që është ndoshta edhe më me rëndësi tash, ja u kemi bërë gjeneratës së ardhshme se çka po ju lëm pas. Ju po e shihni se çka po ndodh, mbi 80% në varfëri, më pak se $5 në ditë, me papunësi kaq të madhe, me thonë gjitha janë këto shifra alarmante, derisa Freedom House po na quan një shtet gjysmë autokratik, derisa Transparency International po thotë se 50% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se korrupsioni ka shënuar rritje në vitin e fundit. Prandaj është e domosdoshme gjithë forcat progresive, ata të cilët ja duan të mirën këtij vendi, të bëhen bashkë për t'ia dhënë fundin kësaj së keqe në Kosovë. Faleminderit shpend, faleminderit Ait, përveç Azem Zekaj, bashkë me neve këtu janë edhe Durmish Gashi dhe Hasan Mehdi, nga lëvizja popullore e Kosovës, atëherë po kaloj fjalën. Zoti Kurti, me pas parasysh për krahje më të madhe që ka pasur lëvizja popullore në zgjedhjet e kaluara, çfarë forcimi mendon që mund të sjellë ky bashkim? Faleminderit për pyetjen. Antarësia dhe strukturat e LPK-s që janë në teren do të bashkohen me lëvizjen vetëvendosje dhe kësaj ne sigurisht do të forcohemi për shkak se do të shtojmë rradhët, do të shtrëngojmë rradhët dhe në të njëjtën kohë do të kemi mundësi për angazhim më të madh. Kur kemi parasysh edhe vlerën e madhe simbolike që paraqet LPK-ja, besoj se ky do të jetë një rigjallërim i gjithanshëm në të gjitha komunat e Kosovës, por edhe te populli i Kosovës në përgjithësi e të kombëve shqiptar. Është vështirë të gjeni veprimtar i cili të kaluarën ka qenë legal ose ilegal, paqësor ose armatosur, i cili ka qenë i burgosur politik e që nuk ka kaluar në për lëvizjen popullore të Kosovës. Prandaj ne jemi të interesuar që në këto kohë shumë të vështira për Kosovën, kur degradimi është përshpejtuar, që lëvizjes e cila po e kundërshton këtë regjim dhe ka përveç se vullnet edhe alternativë qeverisë, t'ia japim një hop të madh. Natyrisht që rezultatet do të vinë të ardhmen. Shpend, po më intereson shpend oda ekonomike dje bëtoj një raport për gjendjen e bizneseve. Nëse e vrejta ishe kundër. Më tha që kosovarët janë të papunëtor, jo që s'ka punë në Kosovë. Nuk e di ku i kam bazu shifrat, unë isha kundër për shkak se e pash
sepse kosovarët që po shkojnë në Evropë nuk po shkojnë me najt atje, po shkojnë për me gjetë punë. Do me thonë që sa atje po shkojnë me kërku punë, atër nuk e di se si dikush mund të analizojë dhe të thotë në Kosovë pas ka punë, po këta njerëz nuk po punojnë. Do me thonë, na i kemi më shumë se 270.000 persona të lajmëruar për punësim, përveç atyre që cilët nuk lajmërohen fare. Dhe të gjithë po e dim se çfarë gjendje është Kosova dhe dikush tash të thotë se kush don të punojë mund të gjejë 300 vende të punës brenda 15 minuta, mendoj se është tallje me të papunët dhe tallje me të varfrit në këtë vend dhe tallje me ata që po na ikin mbi 5400 që i kemi vetëm këto ditë në Hungari e Francë, në Burgje atje, që sipas reportazheve që i keni pa këto ditë, po thonë se kanë shkuar vetëm pse nuk kanë pas vend punë në Kosovë. Pse ky hapi i lëvizjes së vendosjes, pse me lëvizjen popullore të Kosovës, me gjithë respektin për kontributin e njerëzve aktuale dhe atyre që kanë qenë të kaluarën, që kërkën nuk është ndonjë parti e cila ka ndikim të madh, ka përqindje të madhe të votave të Kosovës. Në anë tjetër keni pasur në koalicion, keni qenë bashkë në lëvizjen për bashkim, ata tash janë të ndarë në kuvendin e Kosovës. A është ky një veprim pas dështimit, nëse mund të quhet ose jo, për të bërë bashkë opozitën në ndryshim të gjendjes ose të parandalimit të kësaj keqe që po i quajmë. Pra mendoni se me LPP-n do të mund t'ja arrini qëllimin? Ta keni parasysh që kur do të ndodh fitoria në Kosovë, ajo do të jetë fitoria e popullit të Kosovës. Sepse ne nuk e mosim Kosovën me suksesin e lëvizjes sonë, por me suksesin e shoqërisë dhe popullit tonë. Jemi të bindur që e ardhmja i përket këtij orientimi politik, këtij koncepti. Natyrisht që sa shpejt do të realizohet ai, varet prej punës dhe angazhimit tonë, dhe këtë ne po përpiqemi të shtojmë. Lëvizja popullore e Kosovës e gëzon respektin e popullit të Kosovës. Dhe përsëris edhe një herë, nuk mund të paramendohen e as kuptohen se lere më të shpjegohen luftrat qërimtare të shqiptarëve në fund të shekullit kaluar dhe në fillim të këtij shekulli pa lëvizjen popullore të Kosovës. Është fryma, programi dhe vlerat e kësaj lëvizje që sollën atë ngritje tonën kombëtare, qytetare që i dha fund spari regjimit të Miloševićit në Kosovë e më pas edhe i ngriti shqiptarët në Kosovë lindore e Maqedoni Perëndimore. Sa i përket subjekteve të tjera opozitare, ne kemi qenë gjithmonë të interesuar që të krijojmë një blok opozitar, që ta kundërshtojmë edhe procesin e pazareve me Serbinë, edhe atë të shitjes Kosovës, që është një shitje më lirë se falas. Oferta jonë ka qenë e vazhdueshme për subjektet tjera opozitare. Mirë po, ju e dini që pa fajin tonë është dobësuar kampi opozitar për shkak se kemi njerëz të cilët në taborin e opozitës janë edhe më opozitë se vetë pozitë. Dhe kjo po e vonon ndryshimin e domosdoshëm në Kosovë për fatin e keq të Kosovës. Zoti Kurti, që nuk më shpjeguar fakti që partitë e mëdha që janë në parlament, mirë ku do juve dhe nuk keni asnjëherë në një mënyrë përqendrim edhe për afrim të konceptit të atyre me t'joja, ndërkohë që partitë e vogla jo afrohen. Pse është kjo? Është dashur është me punu në drejtim që me u bashkuar apo më me bashkëndu aktivitetin me partitë që janë në parlament. Po merrni kryesisht me partitë vogla, të cilat nuk kanë arritur asnjëherë që të futen në parlament. Nuk mendoj që drejtësia e një koncepti politik duhet të përcaktohet nëpërmjet sasisë aktuale. Ju e dini shumë mirë që historia jo vetëm e popullit tonë tregon që ajo që ka qenë shumicë në përfaqësimin politik është bërë pakicë, se ndoshta edhe është zhdukur fare, por edhe ata që s'kanë ekzistuar dikur ose janë shpërfillur, janë bërë shumicë dhe kanë bërë transformime të thella. Pra, nuk do ta kisha shikuar situatën me këtë pikëvështrim, por mbi të gjitha ta keni parasysh se është lëvizja vetëvendosje ajo e cila nuk po ndryshon kritikën e saj, qëndrimet e saj dhe programin e saj. Para më shumë se një viti, ne kishim dakordime në aq shumë fusha edhe me subjektet e tjera opozitare. Ju e dini që njëri subjekt pat
propozuar referendum para bisedimeve politike me Serbinë. Ne mbështetëm këtë ide dhe më pas premtimi i tyre na mbeti neve sepse ata e braktisën. Një subjekt tjetër opozitar i patë mbledhur në nënshkrimet që të kushtëzohen bisedimet me Serbinë me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ne edhe këtë premtim të tyre që u shndrua në rezolut të kuvendit e mbështetëm, por edhe ky zotim i tyre na mbeti neve sepse ata e braktisën. Pra, ne jemi ata që jemi konsistent. Janë të tjerët që po transformohen por të keqen e Kosovës e në drejtim të regjimit përgjithshëm. A mund na thuani, po fletni për një koalicion apo po fletni për një shkrirje të LPK-s në vetëvendosje? Dhe mund ta thuash sa antar ka LPK-ja, si është struktura atyre, përputhen me ato që keni ju në vetëvendosje, strukturën dhe funksionimin e ju? Lëvizjet nuk janë asnjëherë të ngrira, pikërisht për shkak se janë lëvizje, andaj edhe nuk kemi se çka shkrimi këtu. Por ajo që po bëjmë sot është bashkimi i LPK-s në lëvizjen vetëvendosje, me çfarë sa i përket strukturave dhe antarësisë, të gjitha gjërat do të identifikohen dhe të gjitha problemet e mundshme do të tejkalohen e zgjidhen me lehtësi nëpërmjet këtij komisioni të përkohshëm i cili do të përbohet nga përfaqësuesit të dy subjekteve. Por natyrisht që siç e thamë edhe më herët, ky bashkim do të jetë bashkim i cili ka për bazë statutin e lëvizjes vetëvendosje, me çrast vlen të theksohet se përveç se ne kemi konsideruar të thellë për LPK-n, emrin që simbolizon ky subjekt, në të njëjtën kohë shumë prej gjërave që i themi ne sot praktikisht janë thënë nga këta njerëz që janë bashkë me neve këtu. Idetë dhe qëndrimet e lëvizjes vendosje më shumë karakterizohen nga fakti që organizata jonë nuk i ka braktisur, sesa nga fakti që organizata jonë mund t'i ketë shpikur aty. Ju gjithë e dini që parolla kryesore në demonstratët e 6 tetës ka qenë vetëvendosje. As Aida Dërguti që është në kryetari i dytë, as Shpend Ahmeti që është në kryetari i parë, as unë si kryetar nuk kemi qenë të lindur. Pra, këtë linjë kombëtare që vjen nga rilindja jonë e fundit të shekullit 19, ne nuk duam ta praktisim për dallim prej subjekteve të tjera, jo se po e shpikim. Pra, në një farë mënyre prej këtyre vlerave, prej këtyre qëndrimeve, programeve, është mbrojtur edhe lëvizja vetëvendosje dhe kjo është arsyeja pse ky bashkim është shumë normal e natyrshëm. Në fakt, e kundërta nuk do të ishte natyrshme dhe as normale. Do të jetë sikur me punën e ferit. A do të ketë nën kryetar të LPK-s në vetëvendosje tash? Shikoni, Shpend Ahmeti është nën kryetari i parë i lëvizjes vendosje sepse Këshilli i Përgjithshëm e ka zgjedhur Shpend Ahmeti. Nuk e ka zgjedhur asnjë instancë e Por veçantë. kanë pasur LPK-ja kërkesa, a kanë pasur kërkesa që janë bashkuar me juve? Shikoni, ju po mendoni me logjikën e këtyre subjekteve tjera që bëjnë pazare. Ne nuk kemi ashtu pazare të brendshme konjunkturale. Logjika juaj? Jo, ne kemi zgjedhje. Ne funksionon tash bashkë. Ne kemi zgjedhje brenda lëvizjes vendosje, ku të gjithë jemi antarë që kemi edhe të drejtën e zgjedhjes, edhe të drejtën e votës. Dhe ta keni parasysh që janë antarë të vetëvendosjes, janë delegatë të Këshillit të Përgjithshëm që e kanë zgjedhur edhe Shpendin, edhe Aidën, edhe mua. Kooptimi me statut të lëvizjes vetëvendosje është ndaluar. Na nuk e kemi të lejuar që me sjell dikon në lëvizjen vetëvendosje duke premtuar një post politik brenda lëvizjes. Të gjithë ata që i bashkohen lëvizjes vetëvendosje, i bashkohen strukturave dhe pastaj hyn në një proces normal të zgjedhjeve dhe legjitimimit brenda strukturave të lëvizjes vetëvendosje. Pra, na kemi marrë zgjedhjet atë pas bashkimit ferit me vetëvendosjen, ku në zgjedhje janë zgjedhur të gjithë organet e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e parë. Po falenderoj shumë për pyetjen se bën një sqarim tjetër fundamental midis partive dhe lëvizjeve kësaj sot. Se nuk u përgjigjet. Apo do të jetë tash në emër të lëvizjes vetëvendosje do të jemi. Jo, do të jemi në emër të lëvizjes vetëvendosje. Me që nuk u përgjigjet mirë pyetjen e kolegës zoti Kuti, zoti Zeka, sa antar keni ju pra? Sa keni pas deri tash ti?
Edhe cili ka qenë rezultati i fundit në zgjedhjet kur keni marrë pjesë? Sa keni filluar? Shiko, për lëvizjen popullore të Kosovës nuk do të kisha folë për zgjedhje, ne do të kishim folë për aktivitetin e LPK-s në rrugën e qartës kombëtare. Ne me lëvizjen vetëvendosje nuk ka bashkohemi as për të marrë pushtet, as për të marrë postë. Ne programi i lëvizjes vetëvendosje është shumë i ngjajshëm me neve dhe për atë shkak po vimi në vetëvendosje që të ndryshojmë gjendjen politike në vend. Sa njerëz keni? Kemi shumë. Sa? Me numra nuk dua të flas tani, po pa shumë. LPK-ja ka qenë gjithmonë e fortë. A del atë LPK-ja apo mos mundet me dalë nesër dikush me thonë që jo ne s'kemi kaluar, sikur që ndodh zakonisht në parti tjera që bashkohen, pastaj thotë del dikush tjetër dhe thotë se jam ta me neve. Ja. A jeni marrë vesh me këto strukturat që po kalojnë vetëvendosje? Se ju ka ndodhur edhe PDK-s edhe LDK-s që në qendër marrë me thonë na bashkuan, prezident me thonë jo na sena, me këta po jemi. Ja, këtu jemi përfaqësues të LPK-s. Unë vi nga LPK-ja Dega jashtë vendit, këtu kemi përfaqësues të LPK-s brenda. Asameta është koordinatori i LPK-s. Na po përpiqem që t'ja udhëheqim gjithë qytetarët logjikën e votave të partijave. Se na kanë prunë këtë gjendje të mirë ku njerëzit vdesin për rrishrave e shkojnë në kombe e në burgje vendeve të bëjës. Na nuk e kemi atë logjikë. As në fjalën time, as në fjalën të Zamzekës, as të Shpend, as të Aidës, nuk e kemi dëgjuar as fjalën partia as vota. Gjitha pyetjet po i kanë brenda fjalët partia dhe vota. Na jemi lëvizje politike që bazohemi në drejtësinë e konceptit, jo në numrin e njerëzve. Dhe ju përshini që edhe vlera e vetëvendosjes në demokracinë dhe në institucionet e Kosovës është në shpërputhje me numrat që i kemi në kohë. Apo jo? Pra drejtësia e konceptit është ajo e cila e ndryshon shoqërinë. Nuk e ndryshon thjesht aritmetika e numrave. Zoti Kurti, vetëm vota mund t'ju vjen pushtet. Pra vota. Vota është pasojë e aktivitetit e angazhimit. Nuk është vota synimi jonë i drejt për drejt. Vota vjen për shkak se kemi të drejtë dhe për shkak se qytetarët binden për një gjë të tillë dhe bashkohen rreth vetëvendosjes, që është një koncept i vetë vullnetit aty. Pra nuk është vota synimi jonë, nuk është vota objektivi ynë. Vota është pasojë e angazhimit tonë. Prandaj ne nuk po bashkohemi me lëvizjen popullore të Kosovës që të arrisim votën. Nuk është kjo preokupimi jonë. Ne duam që konceptit tonë të drejtë japim forcë më shumë, por jo të mendojmë tash me logjikën e votave. Votat vinë fund. Zoti Zeka, a keni marrë përfshirjen në të gjitha strukturat e lëvizjes suaj? Funksionon kështu në lëvizje që të kaloni vetëvendosje? Absolutisht. Keni përfshirjen e gjithë? Edhe Dega jashtë vendit edhe brenda. Ashtu faci tjerë, në legjerat tha që kauza për verjën e Mitrovicës dhe për Preshevën, këtë vit do të hargjohë. Çka ndani ju dhe atë të ndryshoni politikën e ju si lëvizje nëse përfundojnë të problemet me verjën, me Preshevën dhe tani jetën vetëm për çështjet ekonomike, korrupsionin dhe të sepse edhe u bën pyetje për vota në secilën intervistë që kom dëgjuar nga ish krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Por edhe që po dhe ushtrisë shqiptare të Maqedonisë. Pothuajse të gjithë ata thirrën në kontributin e pashmundshëm të lëvizjes popullore të Kosovës. Dhe shumë e rëndësishme që nëse këta njerëz thirrën në LPK, domethënë që tregon se ku buron këtë kjo lufta e tyre për pavarësi, bashkim kombëtar dhe drejtat e shtetit. Dhe tash pyetja që do t'y bëhet është kush ka deviju këtu nga rruga? A ka deviju Lëvizja Popullore e Kosovës, LPK-ja, këta njerëz që po ishini këtu me ne, apo ka deviju Hashim Thaçi dhe njerëzit e tjerë që ende thirrën në LPK dhe lëvizjet e tjera, dhe ku janë sot ata dhe ku është Kosova sot si pasojë e veprimeve të tyre, apo është kjo Lëvizje Popullore e Kosovës që kur nuk ka lëviz nga kjo vi. Dhe ku me kënd po bashkëpunon tash Lëvizja Popullore e Kosovës dhe ku po vjen. Po bashkohet me lëvizjen vetëvendosje, sepse lëvizja vetëvendosje i ka marrë qëndrimet që i ka pas Lëvizja Popullore e Kosovës, nuk i kemi shpik në asnjë stadium, por po vazhdojmë në atë rrugë. Dhe ma merr mendje që këtu mesazhi më shumë se te votat është ajo se
kush po i mbahet asaj rrugë kombëtare të drejtë për të mirën e shtetit Kosovës. Dhe që rruga kombëtare, se s'po di, rruga tash, kombëtare, luftat ju kryjnë që moti... Jo, që se në kryjnë, sot në Kosovë këshim pas punë shumë ma mirë. Se të luftën për paramendon veç si një konfrontim të ushtrive apo diçka të tillë. Por sot veriun nuk e kemi në kontroll. Dhe ata që po mendojnë se veriu po integrohet me këtë marrëveshje, ju sugjeroj që të shkoni në veriun e Mitrovicës, ta shihni sa po integrohet ajo pjesë. Dhe e dyta, çka po bëhet këtu përveç si një ndarje etnike e Kosovës. Për Preshevën as nuk kim të folë. Hashim Thaçi ka premtu se Presheva, Medveza dhe Bujanoci do të jenë pjesë e diskutimeve atje. Sa herë është diskutuar Presheva, Medveza dhe Bujanoci. Mi lexoni të gjitha deklaratat e Catherine Ashton dhe më tregoni se sa herë ka përmend Catherine Ashton Preshevën, Medvezën dhe Bujanoci. Apo Stefan Fylle, apo secili nga këta ndërmjetësues, apo edhe Dashiqi edhe këta tjerë. Ajo nuk është as temë diskutime sepse këta nuk e kanë hapur. Nuk e kanë për një mend, nuk ka qenë tema diskutimeve në Bruksel për Preshevën, Medvezën dhe Bujanocin, por ka qenë për veriun e Kosovës që as tash me gjithë këto që po flasin nuk po mund të integrojnë, sepse ju po e shihni. Ne në mënyrë të njëanshme ratifikua marrëveshje pa ratifikuar Serbia. Në mënyrë të njëanshme aprovuan ligjin për amnisti pa folë Serbia fare. Dhe si me pakon atisare do të na vjen momenti kur prapë do të fillojnë negociatat, se Serbia do të thotë, vallaj nuk piu pëlqen as çik kjo, këshyrim diçka më shumë. Na fillojnë prapë prej kësaj marrëveshje, ata s'kan bërë kurrë, se kurrë në ligje s'kan ndryshuar, as kushtetutën se kanë prek. Ku Kosova sipas preambulës së kushtetutës së Serbisë bën pjesë. Domethënë, mu po mdoket pak që ndoshta edhe është prapë po them talli me popullin e Kosovës që dhe sot dhe na thotë që pas ka përfundu problemi i Kosovës. Po të kishte përfundu problemi me veriun, ne nuk do të kishim negociata sot. Do të flisnim për një shtet të integruar, për një shtet të pavarur me sovranitet. Por nuk po e kemi se këta na kanë prunë në këtë gjendje. Këta na kanë prunë në këtë gjendje. Dhe sot që 3 vite po them, asnjë diplomat i ujë nuk ka në Kosovë përveç për negociata. Edhe ky tjetë rezultati, ku na bëjmë koncesione, të gjithë po e dimë se kjo përveç se është e pabarabartë, është e padrejta e popullit të Kosovës. Dhe si zgjidhet kjo problemi që si shtat kryeministri deri në fund vitit, kauza e veriut edhe Preshevës do të besoj që kemi fjalën dosja dhe PKK pastaj. Besoj që kemi fjalën për ditën kryeministri i cili pa thënë dialogu me Serbinë ka përfunduar me 17 shkurt 2008. E kemi fjalën për ditën kryeministri i cili pasi që u bë dialogu teknik tha kur nuk do të ketë dialog politik. Besoj kemi fjalën e njëjtë për ditën kryeministër që tha kur u bë dialogu politik se kush do të flasin për veriun. Të gjitha këto u bën. Edhe sa herë duhet t'ju gënjej ky kryeministër që ta kuptoni që është gënjeshtar. Edhe sa herë. Cilin premtim e ka mbajtur? Pas parasysh. Domethënë, vetëm ju referojni përvojës suaj të hidhur me të, e jo premtimeve më të reja që sërish janë bërë. Pra, nëse ka qytetarë të cilët ende i besojnë ti kryeministri, atëherë u mendoj që duhet ta gjejmë problemin edhe tek ata qytetarë, jo vetëm tek kryeministri. Problemet politike dhe ekonomike janë të lidhura me njëra. Edhe ne kishim dashur shumë që të bashkohet Mitrovica, që të bashkohet Kosova lindore me Kosovën, dhe të flasim edhe për çështjet ekonomike e sociale. Në fakt, lëvizja vendosur tash nuk po e bën këtë. Nëse shikoni alternativën tonë qeverisë, 2/3 janë për çështje socio-ekonomike, 1/3 është për çështje politike. Në 153 faqe, në 20 kapitull. Ne këtë po e bëjmë. Por jemi të vetëdijshëm që problemet socio-ekonomike nuk janë të ndara për aty. Keni marrë përgjigje zotëri Kurti me që zëvendësimi sekretari amerikan i shtetit në vizitën e fundit pas reagimeve dhe zhvillimeve në kuvendin e Kosovës, reagimet e juaja kanë qenë të reagime të kalaçosh. A keni marrë reagim nga sekretari Kerry se keni thënë të drejtoheni me një letër për t'u ankuar? Ne ende nuk kemi marrë përgjigje, kur ta marrim përgjigjen sigurisht që do t'ju njoftoj. Për lëvizjen e vendosur, koncepti për bashkimin evropian është në rend parë apo bashkimi kombëtar? Po ne besojmë që bashkimi kombëtar dhe bashkimi evropian nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën, por as nuk e zëvendësojnë njëra tjetrën. Ne nuk mendojmë që në vend të bashkimit kombëtar ta kemi bashkimin evropian. Ne besojmë, ashtu siç ka elaboruar edhe Këshilli i Votit, që në fakt guri provues i bashkimit evropian është pikërisht bashkimi shqiptar. Shqiptarët është shumë më mirë që të mos hyjnë edhe në një sistem të ri federativ apo konfederativ, ndërkohë që janë të ndarë me njëri tjetrin. Pra,
Ne nuk mendojmë që Bashkimi Kombëtar e dëmton Bashkimin Evropian, por gjithashtu nuk mendojmë që në vend të Bashkimit Kombëtar ne duhet të kemi Bashkim Evropian. Ju gjithë dini që në Bruksel do të bashkohemi me gjermanët, francezët, me holandezët, me danezët e të tjerë. Këtu në Ballkan duhet të bashkohemi një herë me një tjetër. Dhe faleminderit shumë që ishit sot me neve këtu e mirupafshim në takimet e qytetarëve.